Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lartësuar lavdrojmë, salavat dhe selame i dërgojmë pejgamberit tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, vërtet dashuria e sahabëve ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ishte thjesht një emocion, por ishte një forcë që vërtet i ka tejkalu kufit e dynjas. E qysh mos me kon ashtu kur e dim që ky pejgamber, ky i dërguar i Zotit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ishte ai i cili i nxorri ata, po edhe neve, krejt umetin, prej errësirës së humbjes në dritën e hidajetit, udhëzimit edhe shpëtimit. Për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mjafton vetëm me e lexu ajetin ku thot Allahu i Madhërisht: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", edhe ta kuptojmë se kush ishte ky njeri. Kur ka thënë Allahu i Madhërisht, vërteti nuk je veç se rahmet, mëshirë për krejt njerëzimin. Prandaj edhe ne si musliman e duam Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për arsye se ai para se me mendu na, para se me ekzistu na, ai ka mendu për neve. Edhe ka shumë transmetime nga pejgamberi, nga hadithe të shumta edhe rrethana të shumta se si posaçërisht në ditën e gjykimit, se si njerëzit kur do të ringjallen, krejt njerëzit do ta kenë gajle veten e vet. Madje edhe pejgamberët të ndryshëm të tjerë, krejt preokupimi i tyre kanë qenë vetja e tyre, përveç Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili do të ngritet edhe gajle do ta ketë umetin e vet. Edhe thot ummeti, ummeti. Për me e kuptu se sa e madhe ka qenë dashuria Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndaj neve, dëgjojeni këtë rast. Aisha, gruaja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me një rast tregon, thot: isha me Muhamedin, burrin e saj, pra Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, së bashku afër ulun, thot edhe pash që ishte në disponim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ishte me disponim të mirë. Edhe Aisha ka dashur me shfrytzu këtë harmoni dhe këtë disponim që e kishte, edhe i ka thonë: oj dërguari i Zotit, lutë Zotin për mua, lutë Allahun për mua. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ngrit duart edhe thot: o Allah, o Zot, fale Aishën, ato gjunahe që i ka ba edhe që i kam i ba. Fale ato gjunahe që i ka ba në vetmi, po edhe ato që i ka ba në publik, dhe thot haptas. Pra e ka ba këtë dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Aishën. Aisha u gëzu shumë për këtë lutje, sa që atë shumë u gëzu prej gëzimit i ka ra me kokë në prehrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, burri i saj. Pra nga gëzimi, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: oj Aisha, a shumë je gëzu nga kjo lutje, nga kjo dua që e kum bë? Edhe Aisha thot: oj dërguari i Zotit, po qysh mos më gëzu, ti me bë këtë dua për mua. Domthon dua që është shumë e përgjithshme, krejt gjunahet që i ka bë dhe që kam i bë, ato që i ka bë në vetmi edhe në publik. Pra përgjithësi këtë gjunahet edhe lutje kush me bë, i zgjedhur i njerëzimit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot: qysh mos më gëzu për këtë dua? Atëherë thot: pasha Allahun Aisha, që dua që e kum bë për ty në çdo namaz timin e bëj për krejt umetin. Pra nuk është një dua që e ka bë vetëm për Aishën, por për krejt umetin tim, për krejt pjesëtarët e umetit tim, këtë dua e bëj çdo namaz kur falna, edhe i lutem Zotit Madhërisht. Pra ky ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pra që është lut prej neve para se të lindnim ne, para se të ekzistonim ne, është lut edhe ka pas dërt për neve në përgjithësi. Prandaj edhe për këtë shkak edhe sahabët e kanë dashur shumë, edhe pjesë e fesë, edhe pjesë e dinit ton është dashuria ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe hadithi jonë i sodit që do ta trajtojmë ndërlidhet me këtë dashni, me këtë dashuri që e kanë pas sahabët ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi
thuhet se erdhi një njeri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i përmallum, edhe i bë marak, pra në fytyrë vrehet që o bë marak diçka. Edhe vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i afrohet, edhe kur e sheh Muhamedin sallallahu alaihi wasallam në fytyrë, i drejtohet, thot, oj dërgumi i Zotit. Thot, me të vërtet nuk ka diçka në dynja që e du ma shumë se ty. Nuk ka diçka në dynja që e du ma shumë se ty. Edhe kur jam, thot, në shpiteme, do një punë ose diçka të bë, thot, kur më kujtohesh ti, thot, nuk bëhen rahat pa ardh edhe me pa ftyrën tone. Pra nga dashuria që ka pas ky sahabi ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe masi që ja thot këto fjalë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nalet pak, tërhiqet pak, edhe pra e ul kokën edhe fillon me çajt, mi rrjedh lot këtij sahabiu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e kupton çka ka tash. Domthon e ke pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, je përmallu, e ke pa je gëzu, po tash pse mu mërzit? Edhe ky sahabi vazhdon edhe thot oj dërgumi i Zotit, kur e kujtoj vdekjen, kur e kujtoj që ku me vdek, thot unë e di që ti ki me kon larg në xhenet, domthon xhenetet e larta me shahidat, me pejgamberet, me njerëz do thot që kanë bë vepra shumë të mëdha. Thot unë edhe nëse hi në xhenet, nuk muj me mri atë gratë, nuk muj me mri atje ku je ti. Edhe pe di që s'ku me të pa. Thot edhe kur pe kujtoj këtë që unë ndoshta hi në xhenet, po s'ku me mujt me të pa, atëre ku po mrok një mërzi edhe prandaj ka qajt ky sahabi për shkak të kësaj rrethane edhe situate. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, a dini si i përgjigjet? Hesht, nuk i përgjigjet fare. Pse faktikisht qasja e tij është ashtu. Pra njerëzit nuk janë në një grad, në një shkallë në xhenet. Pra ata më të mirë do të jenë shumë lart, ata që kanë bërë vepra më pak do të jenë më ulur, më poshtë. Prandaj edhe a do të kanë mundësi me u pa njëri me tjetrin, apo shoqëria me kën ka me kon, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka hesh se nuk e ka ditë, derisa po transmetohet në hadith, thot zbret Xhibrili alayhis salam me shpallje me një ajet në surën An-Nisa, ajeti 69, ku thot Zoti i Madhreshëm: "Wa man yuti' Allaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا." Përkthimi ka zbrit që ky ajet që e shpjegon që të ngjarje dhe që të rrethon që as pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka ditë më përgjigj, ka thonë Allahu i Madhreshëm si përgjigje ndaj kësaj, thot kush e pason Allahun, po thot Zoti i Madhreshëm në këtë ajet në surën An-Nisa, kush e pason Allahun, i bindet Zotit, edhe të dërguarit të tij, ata do të jenë të shoqëruar me pejgamberet, me shahidat, me të sinqertit dhe me njerëzit e mirë. Wa hasuna ulaika rafiqa, e sa shoqërues të mrekullueshëm janë këta njerëz. Pra ky është një siharish, një myshdhe që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me këtë ajet ja ka përcjell këtij njeriu që u bë dert, çka do të ndodh me të dhe me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që ti përderisa je në rrugë të Zotit, edhe mundohesh me qiu emanetin e Allahut, atëherë dije që ki me pas edhe këtë merit, me qenë shoqëri edhe me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra ky ishte përgëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një ashtu është një hadith i njëjtë që përcillet, pra prafërsisht se një njeri ka ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe ja ka bën një pyetje, o i dërguari i Zotit, i ka thonë kur është kiameti, meta sa'a. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i përgjigjet në këtë ditë ose në këtë kohë për arsye se asaj nuk e ka ditë. E keni parasysh hadithin e parë që kemi shpjeguar që ditën e gjykimit, ditën e kiametit nuk e di kurkush përveç Allahut të Madhreshëm, as me lasjet, as kurkush nuk e din. Veç Zoti i Madhreshëm e din ditën e kiametit. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në vend që të përgjigjet nuk e di, ka dashur me e përmirësu qasjen e këtij njeriu. Edhe i ka thonë wa ma a'dadta laha. Thot ti po vetë për kiametin,
po me çka je bë gati për këtë moment? Ç'kjo është më e rëndësishme për ty se sa me ditë momentin kur ki me dal ose kur ka me kon kiameti. A keni pa shpesh herë neve, ndoshta na vjen ajo ndërdia me ditë kur kina me dek. Po s'është e rëndësishme kjo, ose ndoshta mundet me konë dhe kesh kjo me ditë kur ki me deke, qysh ki me deke, ndoshta mundet me qenë fatkesi, ndoshta mundet me konë deshje, e me kujtu me ditë, atëre këtë jetën e qënë me këtë merak, a? Po ajo që është e rëndësishme se kjo, kur ki me deke, se edhe është e rëndësishme qysh, a jetë të punu për qatë moment që ki me dek, a jetë të bo vepra që me dalë faqe barë qatë moment. Pra ndaj, ma e rëndësishme për neve është kjo, se sa momenti. Edhe prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë ma a'dad të leha, qa ke ba, qa je përgatit për atë moment, pavarësisht, se nuk është më rëndësi a pe din kur është aso, kjo nuk ka të bëj me ty, ajo që ka të bëj me ty është a je tu ba gati për atë moment. Edhe ky sahabi ka qenë i sinqert, edhe pse ka ba këtë pyetje ka qenë i sinqert, edhe o mërzit edhe ky, edhe o tërhek, do të e ka ullë kokën, jo pse ja ka ba pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë pyetje, pra nuk o mërzit nga pyetja. Qa ke ba për këtë, pra nuk e ka marrë domon kesh pyetjen, po është thellu në domethënien e kësaj. Domon çka a je ba gati për këtë moment, kur dish para Zotit, a je i gatshëm me dal edhe në sual, do thotë kur shtrohen pyetjet, a je i gatshëm me kanë nga ata të cilët përgjigjen korrekt. Prandaj edhe për këtë shkak mërzitet. Edhe hesht, thot o i dërguar i Zotit, nuk është për Zotin që ku mba shumë namaz, e shumë agjerim, e shumë sadaka, përveç atyre farzëve që i ka ba, edhe ndonjë vepër, nuk është për atyne, po thot nuk jem për atyne që ku mba shumë, si kur sahabët tjera, ose vetë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, nuk është për atyne, nuk jem, po nuk është që ku mba shumë, po një sen e di që unë e du Allahun dhe të dërguarin e tij, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Qështu ka qenë përgjigja e këtij personi, këtij sahabia. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me ngushëllu, thot el mar'u ma'a man ahab, se njeriu do të jetë në shoqëri me ata njerëz që i don, edhe nëse nuk ka vepra shumë. Pra është në shoqëri, pra që e përmendëm në fillim hadithin, është në shoqëri me ata njerëz që i don. Transmetuesi i këtij hadithi është Enes ibn Maliku, shoku i ngushtë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoni çka thot ai. Pra ky e përcjell që të ngjarje që ka ardhur ky njerëje po tregon. Thot prej që na bë prej islamit, që na bë musliman sahabët, deri në çit moment që e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të fjalë që njeriu do të ringjallet edhe do të jetë në shoqëri me ata që i don, thot nuk jena gëzu, sahabët nuk janë gëzu ma shumë se për këtë fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A dini pse? Për arsye se krejt e kanë dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kanë pas dashni të madhe ndaj tij. Po krejt e kanë pas atë frikën që nesër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka më pas vepra e punë, ka më kon shumë lart, edhe nuk do ta arrin atë nivel shoqërisë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nesër kur dalin ose në xhenet. E kur e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që njeriu është në shoqëri në xhenet me ata njerëz që i don, atëherë janë gëzu shumë për arsye se kanë shpresuar që do të jenë shoqëri edhe në xhenet me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, edhe nëse nuk kanë vepra sikurse ai. Prandaj edhe po thot Enesi thot nuk jena gëzu për ndonjë sen më shumë se sa ky hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prej që na kon musliman, prej që na bë musliman. Edhe vazhdon edhe thot Enes ibn Maliku, thot edhe unë jam prej atyne që e du Allahun, të dërguarin e tij, edhe Ebu Bekrin, edhe Omerin, edhe po shpresoj te Zoti, këta e ka thonë masi që ka vdek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, Ebu Bekri, Omeri, kur ja u ka përcjell hadithin tabinëve, njerëzve që kanë ardhur mas, tash po i thot unë e du Allahun, e du pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i du sahabët Ebu Bekrin dhe Omerin, edhe po shpresoj te Zoti që ku me kanë me ta nesër kur dalim para Allahut madhërisëm në xhenet. Pra kjo ka qenë shpresa edhe dëshira e tyre në përgjithësi. Pra vëllezër të nderuar, po e shohim këto dy hadithe të cilat flasin për gjendjen e besimtarit edhe dashninë e Muhamedit e sahabeve, edhe muslimanit që e manifeston ndaj pejgamberit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë kjo mundet me kon sebeb
që nesër me kanë edhe në shoqëri me këta me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe me këta njerëz të mirë, prandaj edhe ne dëshmojmë edhe shpresojmë që jemi nga ata të cilët e dojnë Allahun dhe të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe sahabët e nderuar, këta njerëz që kanë qenë shëmbëltyra e jonë edhe transmetues e këtij islami praktik në jetën tonë të përditshme, edhe dëshmojmë që i dojmë edhe këto gjenerata dhe këtë grup të njerëzve, këta shoqërues, edhe Allahu i Madhreshëm të na mundsoj të ringjallemi së bashku me ta, edhe të jemi nesër kur dalim para Zotit Madhreshëm shoqëri me ta. O Allah, rritë dashurinë tonë ndaj Allahut Madhreshëm edhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe na bëjnë nga ta të cilët ndoshta kur dalim para ti, para Allahut, ndoshta vepra të pakta do të kemi. Jo sikur që kam pas këta, mirë po si rezultat i kësaj dashnie që kena pas ndaj këtyre njerëzve, dallum. Allah i Madhreshëm na bë munasib që murin gjallë edhe me qenë shoqëri me ta. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.